Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi e diel 6 prill 2025. Dashi. Dita e rikuperimit. Dashuria ju kompenson shumë. Demi. Në këtë ditë nuk ka mungesë të energjisë dhe dëshirës për të bërë. Takimet e reja janë të rëndësishme. Binjaket. Do të keni mundësi të sqaroni situatat e lëna të hapura. E gjithë kjo që lind tani është një lajm i mirë, mos e hidhni ujë në zjarr nëse ju pëlqen një person. Gaforja. Kjo ditë fillon me një pakënaqësi të caktuar që duhet të mbahet nën kontroll. Në dashuri ju duhet të faleni për disa mungesa, ju keni qenë pak të shkëputur, larg, më mirë nënshkruani një armë pushim. Luani. Ju mund të ndiheni jashtë lojës sot. Mos marrëveshje për dashurinë. Virgjëresha. Një përgjigje e mirë mund të arrijë brenda 4 ditësh. Në dashuri, aq shumë bashkëpunim dhe pasion që nuk e prisnin. Peshorja. Forma fizike duhet rikuperuar pas një periudhe lodhjeje të madhe. Do të ishte një turp i vërtet të humbni kohë duke kujtuar dikë që është larguar nga jeta juaj. Akrepi. Ditë që shkakton disa mospajtime në familje. Dashuria në lodhje ose në çdo rast ka një situatë që duhet të sqarohet sa më shpejt. Shigjetari. Në dashuri jeni dinamik dhe shumë tërheqës. Ndjeni brenda jush dëshirën për të rikthyer në lojë, mëngjesi është i shqetësuar, pasditja shumë më e qetë. Britsjapi. Një ditë që premton të jetë mjaft me fat. Bukuri dhe energji më shumë. Ujori. Shpenzimet për një shtëpi, një makinë, një elektroshtëpiake. Është më e lehtë të përballosh problemet me qetësi, në dashuri kërkon durim, por mbi të gjitha më shumë disponueshmëri, prisni shumë nga vetja dhe nga të tjerët. Peshqit. Merreni me problemet menjëherë, duhet të jeni të kujdesshëm me marrëdhëniet familjare. Tërheqjet e periudhës janë fizike, kujdes nga një ujor. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.